e artu në gjithë në ring dhe podium. Boksierja kosovare Donjeta Sadiku është shpallur kampione e lojrave mesdhetare Taranto 2026, duke e dedikuar këtë sukses shtetit e Kosovës. Këtë medalja dedikoj gjithë Kosovës, urime Kosovë. Këtë medalje the edhe marrë që unë kam thonë në intervista marrë që nuk jam me vetë kënaq vetëm me të brëndstën, kam ardhur që me ngrit flamurin e Kosovës sa më lart edhe me u ndëgju himni, kështu që çka kom fole kom arrit dhe jam shumë e lumtur. Sadiku bëri një paraqitje të jashtëzakonshme në finalen e kategorisë deri në 60 kg, duke mposhtur boksierën serbe Kristina Kuluhova. Kosovarja e dominoi meqin dhe në raundin e dytë e detyroi kundërshtaren të dorëzohej, duke siguruar kështu medaljen e artë për Kosovën. Donjeta foli edhe për të ardhmen. Tash synojmë kampionatin evropian, po besoj shumë që nga medalja në bronzë, momentale që kam nga kampionati evropian, ta kthej në are. Në rrugën drejt finales, kosovarja mposhti turkën Esma Nurlok në çerek finale, ndërsa në gjysmëfinale ishte më e mirë se grekja Sofia Legaki. Fitoria u festua edhe nga atletët tjerë kosovar, të cilët ishin në mbështetje të Sadikut gjatë finales. Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve, boksierja serbe Kuluhova nuk u shfaq fare në podium.